Ama e din, Policia është e shitur. këtë që po vuani ju sot, të padrejtësi që po bëhet juve, u shbër dhe banorëve të Triollit, u shbër dhe banorëve të Thethit, u shbër dhe banorëve të Bregdetit nga palasa e poshtë. Arsyeja është një. Arsyeja janë të hotelat me gjomba këtu. Arsyeja nuk është thjesht grabitja e pronës. Është grabitje. Është grabitja e pronës kur ka investitor serioz. Kur vin investitor serioz, atëherë grabitet prona. Është njësoj. Kjo është arsyeja se keni 35 vjet, ju dhe gjithë shqiptarët që endeni gjyqeve, që nuk zgjidhet çështja e pronës. Kjo është arsyeja. Arsyeja është për ta grabitur atë. Dhe unë kam një pyetje për banorët e Zvërnesit, po dhe për gjithë Shqipërisë. Çfarë do bëjmë? Çfarë do bëjmë me Edi Ramën, me dikoj që nuk është kryeministër? Ai nuk është kryeministër i një republike parlamentare. Nuk është kryeministër se po që e kryeministër do respekton dhe kushtetutën, do respekton dhe ligjet, do respekton dhe institucionet. A shifri dojtë tabel këtu? A ka një leje? Kush të leje? Asnjë kushtetutë. Se s'përgjihet shteti për këtë gjë. Edi Rama është uzurpatori i Shqipërisë. Edi Rama është ai që ka uzurpuar këtë vend që nga momenti që e shpalli veten kryetar të KKT-us, Këshillit Kombëtar të Territorit dhe të Ujit. Pra, me firmën e tij ai vendos për territorin dhe për ujin e gjithë shqiptarëve. Është ai mbreti i tokës dhe i ujit. Është ai mbreti i tokës dhe i ujit. Prandaj, pyetja se ç'të bëjmë është ekzistenciale për gjithë ne, se përcakton jetën tonë. Sepse nëse ai na merr tokën, na merr ujin, atëherë çfarë u ngele shqiptarëve? Shumë shqiptar kanë vendosur të ikin nga Shqipëria, dhe mos e kthejmë kokën pas. Po nuk është kjo zgjidhja. Ne jemi gjithmonë këtu, unë duhet bëj detyrën time si përfaqësues i shqiptarëve në Kuvendin e Shqipërisë. Dhe shokët dhe shoqjet e mia bëjnë detyrën e tyre për ditë në rrugët e Shqipërisë dhe jemi gjithmonë aty ku ka rezistencë, aty ku njerëzit protestojnë për drejtën e tyre, aty ku një oligark grabit pronën e qytetarit me firmën e Edi Ramës. Pra, ju dhe gjithë shqiptarëve nuk i ngjelet gjë tjetër veçse të luftoni. Të luftoni për të rimar tokën, për të rikthyer ujin. Për të drejtën tonë duhet jemi të gjithë bashkë. Kjo është e vetmja rrugë. Prandaj falenderoj gjithë që jeni këtu dhe herës tjetër më të shumë.